Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq që ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar mbi ngjarjet më të fundit të jetës së artistëve shqiptar. Dua të ndalem tek një histori dashurie që në fakt nisi brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ishte nga këto historitë romantike, nga këto historitë të Romeo dhe Julietës, që në fakt jemi mësuar që të shohim në për rrjete sociale, sepse reklamat e mëdha na i sjellin këto dashuri, edhe pse besuam pafund siç duket kjo dashuri u shkatërua. Domethënë ky çift i vuri fund marrëdhënies së tyre. Publiku e Eduard Rokiti shumë Kesin, e donin, e admironin, e pëlqenin, e simpatizonin për njeriu që është, për personazhin që Kesi tregoi, domethënë fitoi një audiencë të papar jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Por menjëherë pas daljes nga shtëpia, një përzgjedhje që Kesi bëri me Inën për të lidhur zemrën e tyre, për të lidhur shpirtin e tyre, siç duket nuk është edhe se u prit aq mirë në fillim, por më pas u duar trokit pafund pasi që e vlerësuan kontributin që Kesi kishte si mashkull kundër drejt një femrës, domethënë ishte Ina që ndau çiftin, i mori burrin Stelinës, domethënë ishte një histori e këtill. Fillimisht një herë u tha që Kesi dhe Ina kanë shkatruar marrëdhënien e tyre. Edhe pse në fakt të linte të mendosh ndryshe, sepse në Big Brother, konkretisht në studion e Big Brotherit, në post Big Brother, Ina dhe Kesi rinin para dhe mbrapa njëri tjetrit. Dhe kjo të çonte të dyshosh se ka diçka që është përtej asaj ndarjes. Por së fundmi Artani, por edhe miqtë të tyre kanë treguar që Kesi dhe Ina janë bashkë. Domethënë të gjithën këtë gjën janë duke e bërë për marketingun e tyre. Të gjithën këtë gjën janë duke e bërë që portalet të përfliten për to, që ato të ftohen sa më shumë në për emision edhe të flasin për historikun e tyre. Nga informacione që unë kam siguruar deri më tani, kam arritur të mësoj që Ina dhe Kesi nuk janë ndarë fare. Marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë shumë e mirë, ato të dy vazhdojnë të jenë bashkë, por pas audiencës të madhe që mori Mateo dhe Brikena, që në fakt zurën të gjithë kohën televizive, të gjithë portalet merreshin me to, të gjithë portalet flisnin për to, të gjithë mediat thurnin mendime të ndryshme për këtë çift, normal që shtuan një lloj kureshtje tek Kesi dhe tek Ina që të luajnë një formë mekanizmi për interesin e tyre që të dalin sa më në vëmendje. Çifti është në marrëdhënien më të mirë, po kalojnë jashtëzakonisht bukur, kanë raportin e mirë, domethënë të gjitha këto lajmet që u përfolën mes Kesit edhe Inës rezultojnë që të jenë lajme të rreme. Domethënë është vetëm një mekanizëm i marketingut që kemi arritur ta shohim nëpër të gjitha personazhet publik.